Faleminderit që po i përcjellni këto seancat e paftuara nga lëvizjeve të vendosje dhe nga zoti Dehari, i përkthjeluri i zotit Albin Kurti, i cili zgjedhet qëllimisht si deputet në mënyrë që të jetë bllokuesi i seanca. Mu më vjen keq për figurën e zotit Dehari, që po e lun këtë rol që dy mandate apo 3 mandate, edhe që po bëhet bllokues i konstituimit të kuvendit apo edhe shkelës i Kushtetues së Republikës së Kosovës. Albin Kurti nuk mundet me u fsheh pas petkut të patriotizmit apo atë flamurin që po e vendos aty para seance, ndërsa me atë flamur janë varros shumë heronj të Kosovës, janë varros shumë dëshmorë të Kosovës, ndërsa zoti Kurti e qet atë flamur para seancës ose para vendeve ku ulin lëvizjave të vendosje, ndërsa po e shifni pazarin që i bën me Serbinë. Mos flasim për 1 miliard euro duke bler rrym prej Serbisë, ndërsa ky skandali i fundit që dul nga Aleanca, pas betejës ose pas sulmit të Banjskës, qeveria në mënyrë që t'i vendos taks 100%, sikur se i pat vendos zoti Ramush Haradinaj, ata e shpërblejnë Serbinë me gjysmë milioni për renovimin e vagonave. Dhe ndërsa këtu flasin edhe akuzojnë të tjerë që kanë bashkëpunuar. Jo po bashkëpunoni me Serbinë, edhe Albin Kurti po bashkëpunon me Serbinë, edhe sheni atë bisedën e famshme, kur zoti Radojqiqi ka qenë i kërkuar nga organet e drejtësisë, ka qenë i shpallur në ngrata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërsa këta kanë pas komunikim të mirëfillt përmes zonjës Kusari Lila për të mos u përfshirë veteranet e luftës në ligjin e pagës minimale. Nuk e di ku po mshefet Albini, apo ku është, ose çfarë planesh po bën. Po s'është problema Albin masi po don me tërheq ose me udhëheq me krejt qeverinë. Nuk i ki problem të merrit edhe digasteret ministror, sepse herën e kaluar nga 13 ministri i ki bon 19 ministri. Dhe tash nëse po do me gjetë partner dhe s'po mundesh me i sistemu ata militantet e tu që nuk të lëshojnë për digasteret ministrore, sepse dikon dhe e ki pas njerëz i ki aty në kuvend që i ki detyru me gjujt me zoll kuvendin e Kosovës, ndërsa sot ja ki një deputet në kuvendin e Kosovës, disa e kishti me vjedh në emën tonin, e disa krejt ato krime që i keni bo energetike, i ki bo ti, Masha, ka qenë vetë Albin Kurti, ndërsa të tjerët kanë qenë eksponent të cilët sot asë nuk po munden me gjyku, për shkak se zoti Kurti nuk po lejon. Bën e mërë edhe 25 ministri, e dojë me partnerë që po donë, po mos e bloko vendin. Hajde në seancë, konstituo kuvendin, formo qeveri, zgjedh edhe presidentin, sepse shteti nuk ta fal, qytetarët nuk ta falin dhe me një fjalë fundit, nuk jem mbi shtetin zoti Kurti, nuk jem mbi kushtetutin zoti Kurti. Për këtë do të përgjigjesh një ditë dhe atëherë fundi yt do të jetë i tmerrshëm. Do të ketë angazhime tjera si kundër kësaj qasje të zotit Kurti dhe zotit Dehari, për shembull përveç këtyre aksioneve brenda kuvendit, paralajmëroni sikurse PDK-ja protesta të tilla masive siç i kanë quajtur? Do të ketë edhe angazhime të tjera opozitore, nuk do të ndolem, sepse ky vend që zoti Kurti e ka gjetë të gatshëm, pa mundin e sakrificës, pa derdh njerëz, ky po do me shkatru. Nuk do e lejoj me shkatru vendin, sepse mbi themelet e lirisë së Kosovës, mbi themelet e pavarësisë së Kosovës, po edhe Kushtetutës së Kosovës, ky vend është ndërtuar me gjatë, me mundi dhe me sakrificë, dhe nuk do të lejohet askush ta shkel këtë mundi dhe këtë sakrificë të popullit shqiptar ndër shekuj dhe ndër dekada për të ardhur në ditën ku jemi sot. Faleminderit.